Bashkia e Selenicës ka kundërshtuar reformën e re territoriale që parashikon shkrirjen e saj dhe bashkimin me Bashkinë e Vlorës. Banor, përfaqësues të komunitetit, intelektual dhe drejtues vendor thonë se bashkimi me Vlorën do ta vështirësojë marrjen e shërbimeve publike për banorët e fshatrave dhe do të ndikojë negativisht në zhvillimin e zonës. Selenica, siç e thash, është labri. I ka dhënë kontribute labria në shekuj e deri sot. Shedh një bombë e fuqishme që kërkon zhbërjen, kërkon zhdukjen e identitetit të një krahine të madhe me integritet, me histori në shekuj, me identitet territorial, kulturor, ekonomik, historik dhe gjithë shka i duhet një komuniteti që të quhet komunitet ekzistent, i gjallë dhe aktiv. Sipas tyre, humbja e statusit të bashkisë do ta lërë Selenicën në harres duke sjellë më pak investime dhe më pak vëmendje ndaj nevojave të komunitetit. Një bashki e cila ka një sipërfaqe për 562 km², 47 fshatra, identitet historik, kulturor, një pozicion gjeografik jashtëzakonisht të mirë. Si mund të bashkohet me Vlorën, kur Vlora nuk arrin të zgjidhë problemet e saj? Ne jemi gjithë kjo shtrirje e madhe dhe sa filluam të rregullohemi, sa filluam që të shohim mirësitë që po bën kjo bashkim me të ardhurat e saj në çdo fshat. Edhe banorët e Bashkisë së Belshit janë bashkuar protestave kundër projektit të reformës së re territoriale, e cila parashikon shkrirjen e kësaj bashkie. Qendra qytetare u mblodhën në qendër të Klosit. Protesta u zhvillua me pjesëmarrjen e banorëve, administratës së Bashkisë Klos dhe ish drejtuesve vendor, të cilët kërkuan ruajtjen e statusit të bashkisë më vete.